Rreshjet intensive të shiut të shoqëruara me shkarkime të shtuara nga hidrocentralet e Vaut të Des dhe lumit të Gjadrit kanë sjellë rritje të ndjeshme të niveleve të lumit Drin në territorin e Bashkisë Lezhë. Si pasojë, qindra hektar tokë bujqësore janë përmbytur, ndërsa situata parashikohet të përkeqësohet në orët në vijim. Lumi Drin po shënon rritje të shpejtë të nivelit të ujit dhe në lagjen Skënderbeg ka përmbytur edhe shëtitoren. Problematike paraqitet situata edhe në lagjin Beslidhja, si dhe në disa hyrje shkollash ku niveli i ujit ka arritur disa centimetra. Përmbytje ka pasur edhe në disa zona të Kurbinit, vetëm pak javë pas episodeve të mëparshme, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa dhe toka bujqësore. Ndërkohë edhe në fshatrat e Kryes ka patur përmbytje masive në toka bujqësore, me 10 hektar tokë janë në ujë pranë mbikalimit të patokut në autostradë. Edhe në fshatin Adriatik disa banesa janë rrethuar nga uji, ndërsa në fshatin Fush Mamuras është ndërprerë mësimi. Rreshtet kanë shkaktuar probleme edhe në rrugët nacionale të Dibrës. Situata më problematike paraqitet në aksin nacional Burrel-Skuraj, ku ka shembje masive gurësh e dherash. Rreshtet kanë krijuar probleme edhe në rrugën e Arbrit, në segmentin e Xibrit nga tuneli Murrizit deri tek tuneli numër 2 në fshatin Shkallë. Aty ka prezencë të ujit dhe në disa vende rrëshqitje dherash. Po ashtu në fshatin Xibër Murriz rrezikon të çahet argjinatura mbrojtëse e rrugës. Në Shkodër nga ana tjetër problemi janë rreshtet me intensitet të dëborës. Më shqetësuese situata ka qenë në zonën e Bog Qafthore Theth. Aktualisht bëhet i mundur qarkullimi, por kërkohet përdorimi i gomave dimrore dhe zinxhirëve. Dukagjini gjithashtu vijon prej 4 ditësh të jetë izoluar. Këtë mëngjes ka patur një tjetër shembje të rrugës.